pyetje tjetër? Mirë se ka ardhur, doktor. Ne jemi njohur të vjetër bashkë. Ju artikuloni shpesh në këto takime tuaja që ne nuk kemi parti e dhunës. Apo jo? Dhe unë kam bindje absolute se ju e thoni në mënyrë më të sinqertë. Po. Ku do sjell në vëmendjen e këtyre njerëzve një kujtim të rrallë që ka me juve, ka unë që punoja ke për PD-ja. Ka qenë shkurt i vitit 91, unë po kaloj në rrugë me shok dhe ju keni dalë kjo borin keni thirrë. Edhe më keni thënë për parim të shkosh urgjent ke shtëpi e partisë, se ka shku ca trim duan ta djegin. Dhe unë ju thash, po le ta djegin doktor. Jo thot ju, sepse aty ka shku një grup policësh armatos deri në dhëm dhe nuk duan të na vrasin njerëzit tonë. Dhe unë kam shkuar. Fakt. E bani më nuk e di apo jo. Edhe kam qenë bashkë me shokun tim dhe vërtet ashtu ishte, ishin 10 djem të ri me molotov të gjithë. Nuk u bote syri dritë fare. Ato policët përballë dukeshin si lekuj. Ishin 20 policë të armatosur dhe ata kishin urdhër për fat, drejtuesi atyre ishte një njeri që i arsyeshëm. Edhe më thirri, më tha shiko, ne nuk duam vrasim njerëz, po ne kemi urdhër të prerë, tha. Në qoftë se këta do tentojnë të djegin, ne do qellojmë. Me zori kam bindur atë djem. Por doktori ishte atëre unë e di pse e kërkoni ju dhunën, nuk donit vendi të shkonte në luftë civile etj. Por atëre ne vërtet ishim në pozitë, po ishim shumë fuqishëm. Në kudo ku që shkonim në për uzinë, në fabrikat e na pristin e verit lërë të gjithë. Kudo, madje edhe në vendin tim të origjinës Tepelen kur kemi shku, më thoshin këta shokët, mos shajmë verin atje, por kur kemi hyrë në sallë e verit lërë të gjithë. Çfarë dua të them? Ne vërtet jemi parti jo e dhunës, por ama ne jemi parti e lirisë. Ne jemi njerëz të lirë, ne duam të jetojmë të lirë, nuk jetojmë të lirë. Atëherë ç'desha të them. E kam thënë dhe në një takim tjetër. Ata na dhunojnë neve kur shkojmë atje. Dhe kundërpërgjigja e dhunës nuk është dhunë, doktor. Unë për veten time, këtë radhë do mbaj një Sprite në xhep. Që ati policit që do vinë me vetë, ja edhe dhe unë ftyrë. E do i them gjithë ta kenë nga i Sprite në xhep. Nuk themi të marrim armë, sepse ata janë njerëz dhunës, pa njohin frikën, doktor. Ne vemi paqësisht atje, ata na helmojnë. Na helmojnë edhe kur s'bëjmë asnjë gjë, edhe kur ikim. E mbajmë mend ç'a na kanë bërë atje ke selia e Partisë Demokratike. Në këtë drejtim, doktor, duam udhëzime nga juve. Se kollaj është tush, nuk jemi parti e dhunës, po kam përshtypjen se nganjëherë kjo shërben edhe pak si shuajtje zjarri. E kam bindje absolute që ju thoni me sinqeritet plot dhe kjo është formimi juaj kundra dhunës. Por jemi në kushte ku po dhunohemi për ditë, doktor. Na kanë dhënë gjithë këto vite, na kanë njerëz nga puna, na vinë të afërmit na thonë, aman, mos duk, mos fol, mos bëj se atëre ne vetmbrojtje do bëjmë. Bëjmë vetmbrojtje, doktor. Na jepni këtë drejt. Unë nuk bëj dot dhunë, se unë jam 70 vjeç sot. Kam hyrë në Lëvizjen Demokratike 35 vjeç, jam 70. Po njerëzit e tjerë të rinj, ata që duhet ta mbrojmë veten tonë, doktor, kur vemi atje. Mos rrim në mëshirën atyre. Kjo ishte një sugjerim im. Nuk e kam me të keqen, kështu e mendoj. Faleminderit. Faleminderit shumë për parë. Unë të falenderoj shumë për gjithë aktivitetin dhe unë nëse ditën e hënë unë u bëra thirrje policëve. Mos mbroni hajdutët. U bëra thirrje policëve. Mos kërcënoni njerëzit që protestojnë kundër hajdutëve. Mos prekni qytetarët që protestojnë kundër hajdutëve. Në fakt, unë edhe sot këtu dhe do t'ja përsëris prapë. Të drejtën për vetmbrojtjen e ka çdo qytetar. Nuk do ta harrojnë këtë punë. Ata nuk do të dëgjojnë qytetarët. Ata nuk do të prekin qytetarët. Nuk do të bëjnë mercenari. Kështu që po, kur them që ne nuk marrim pushtet me dhunë. Ne nuk deklarojmë se do të djegim kryeministrinë për të futur në kryeministri vetë. Jo. Ne vim me votë në pushtet, nuk vim me dhunë në pushtet. Por ne absolutisht
ata që do të cenojnë dhe do dëmtojnë, do përballen me reagime shumë të fuqishme të protestuesve. Të mos provokojnë. Çfarë kanë ata? Protestuesit s'kan asgjë me policë të thjeshtë. A mund dal njëri për i tyre të thotë që Lubi Balluku nuk ka vjedh, Edi Rama nuk ka vjedh. Ata ja kanë krye policit, këte, qa quhet, Proda, ushtar i Gysagasit. Gysagasi është i lirë fare, ta dini. Në Durrës, Tiranë, me telefona urdhron një lloj si përpara. Ndaj dhe ju ngrit një çështje të rëndësishme. Çdo njeri ka të drejtën e vetmbrojtjes në mënyrën më të pamohueshme. Dhe çdo protestues do mbrohet nga të gjithë protestuesit. Kjo nuk mund të ketë dyshim. Do presim dhe 2 pyetjet e fundit. Kush dëshiron që ta marrë fjalën? Mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma të gjithëve. Një herë të uroj shëndet dhe jetë gjatë. Çfarë ke thënë janë të vërteta. Nuk i lurën e topi. Për sa i përket protestës, kisha një sugjerim. Por nuk e di të pëlqehet, por si ide nga Vermoshi, Qarqet, Kuks, Shkodër, Lezhë, Gruj të grumlohen në Kamës. Marshim drejt sheshit të kryeministrisë, aty t'i presi shtik. Nga Konispoli në kombinat, nga Korça Ketegu, nga Dibra Tufin, marshim një herësh e në kryeqytet, hecim Kamë t'i thonë ti regjimi, ndalë se s'ka më ku të shkoj. Pra ne në Afrikë. Shumë faleminderit, Petri. Shumë faleminderit. Kjo është ide e gjithë demokratë. Falenderoj shumë për propozimin. Ti të kesh shëndet jetë gjatë, ta ke me vete. Shumë faleminderit për propozimin dhe uftoj se cilin për jush të mendoj, të propozoj, të japim. Kemi shumë nevojë dhe këtë betejë do e fitojmë. Të jeni të sigurt. Gjë në botë që mund të ndalë ne nuk ka. Do t'jetë mirë sa më shpejt, por Edi Rama i ka kohrat e numëruara, le të shkojë dhe brapa diellit, ne do e zbresim tokat e si të meriton. Edhe një ndërhyrje të fundit. Përshëndetje. Sonte vetëm du më bë thirrje. Unë punoj në ndërtim vetë. Edi Rama ka arrit me i fut tur në xhepat e aty në djembe. Kjo zhyten në djerës, doktor, të gjithë. Edhe do t'i them, ruaj mërë se ka me të pytë lumja sa i djerëse. Të gjitha ta djemë, të gjitha ta burra, do t'vinë shesh. Se shpesh herë, po i tremin doktor ku ju thonë, ju po shkoni me Berishën, na nuk vim me ju. E si është e mundur kjo? Hajdeni, hajdeni se do t'a përmysim bashkë gjithë. Natë. Bravo. Faleminderit. Doktor, një mesazh të fundit. Ju falenderoj shumë për takimin. Ju falenderoj për diskutimet dhe çështjet që ngritet. Por thirrja ime është kjo, në këtë kohë kritike, le të bëjmë çdo gjë që kemi në dorë për të përmbushur këtë mision. Një mision i një rëndësie të jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Një mision që kërkon të rikthej shpresën në këtë vend. Kërkon të rikthej dinjitetin e Shqipërisë, të rikthej të ardhmen që meriton, një vend me pasuri prallore, një vend me pasuri sa asnjë vend tjetër, nga i cili largohen sikur të ishte një epidemi qytetarët e saj. Me datën 10 shkurt, të gjithë qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë në kryengritjen tonë paqësore kundër këtij regjimi. Faleminderit shumë.